Shok sigurisht kryhet nesër. Shfrytëzuesi i policës do të ishte bashkëshorti. Vlera e përgjithshme e borxhit të Najmurselit në mars të këtij viti 2024 ka qenë 475.968,77 euro. Janë 10 prova në të cilat mbështetet prokuroria për akuzat kundër Najmurselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës. Për organizimin dhe kryerjen e vrasjes së Liridona Ademaj, prokuroria gjeti informacione të rëndësishme nga ekzaminimet e telefonave të akuzuarve. Në telefonin e Granit Plavës, prokuroria gjeti biseda me Najmurselin, të cilat kishin nisur pak ditë para se Plava të shtemte me armë në Liridona Ademajn. Në WhatsApp janë gjetur kontaktet mes Granit Plavës dhe Najmurselit, ku të njëjtit kanë filluar të flasin nga data 23 nëntor 2023 dhe kanë vazhduar me ditë të tëra deri në datën e vrasjes 29 nëntor 2023. Në kuadër të këtyre bisedave, prokuroria zbuloi edhe përmbajtjen e njërit prej mesazheve që Najmurseli ja kishte dërguar Plavës. Më 28 nëntor 2023, në orën 19:04, Najmurseli ka dërguar një mesazh Granit Plavës me tekstin: "Shok, sigurisht kryhet nesër", atë ka thënë kuqa për paradite. Pas kësaj, mes të pandehurve kanë vazhduar thirrjet me telefon dhe thirrja e fundit mes Naimit e Granitit ka ndodhur në WhatsApp më 29 nëntor 2023 në 19:01 ku kanë biseduar 28 sekonda. Gjatë kohës sa Naimi me familje dhe Graniti veçmës kanë qenë në restorantin në Graçanic. Pas kësaj Graniti ka paguar llogarinë dhe ka dalë menjëherë nga restoranti dhe ka pritur Naimin me familjen e tij dhe ka filluar t'i përcjell deri në vendin e ngjarjes. Si provë, prokuroria ka edhe pamjet nga parkingu i restorantit ku pam për herë të fundit Najmurseli me familje. Pamjet nga parkingu i restorantit shumir shihet vetura e Naimit e Granitit, si dhe koha kur Graniti i pari ka dalë nga i restorant dhe ka pritur në veturën e tij që të dalë Naimi me familjen dhe pasi që ata janë nisur me veturë, ky i ka përcjell më pas. E telefonat e Najmurselit dhe Liridona Ademaj, por prokurorin ishin të parritshëm pasi që ata sipas organit akuzues rezultojnë të zhdukur në mënyrë misterioze që nga nata kritike. Në rast janë të angazhuar edhe autoritetet suedeze. Një përgjigje e tyre hodhi drejt mbi policën e sigurimit të Liridona Ademajt, e cila do t'i takonte Najmurselit në rast të ndonjë fatkeqësie. Është pranuar një përgjigje nga autoritetet suedeze që Liridona Murseli ka pasur një policë të sigurimit jetësore me fillim të vlefshmërisë 25 qershor 2022 në vlerë prej 3 milion kruna suedeze, në të cilat është sekur vazhduesi i përfitimit të sigurimit në rast të vdekjes së saj dhe në këto raste sipas ligjit të Suedisë, shfrytëzuesi i policës do të ishte bashkëshorti. Pjesë e provave materiale të organit akuzues është edhe gjendja financiare në Najmurselit, sipas së cilës borxhi i Murselit ndaj kompanive të ndryshme dhe personave fizik shkon në total gati në $500.000 euro. Vlera e përgjithshme e borxhit të Najmurselit në mars të këtij viti 2024, kur është bërë analizë e gjendjes së tij financiare, ka qenë 475.968,77 euro. Në seancën e së hënës, ishte planifikuar që të shikoheshin edhe video incizimet nga dita kritike, por që për shkaqe teknike nuk ishte mundur. Paraprakesh një mundësi të fundit për të dëshmuar e pati Shaban Murseli. Mirë po as kësaj radhe babai i Najmurselit nuk erdhi në seancën ku biri i tij akuzohet se vrau bashkëshorten Liridona Ademaj. Është numri suedis sipas çfarë fillon me +46, se nuk mund të prezentoj në shqyrtim gjyqësor. Me propozim të prokurores, palët u pajtuan që të lexohet deklarata e Shaban Murselit e dhënë në polici.